الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Të gjitha lavdërimet, falenderimet dhe madhërimet i takojnë Zotit ton, atë ne e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. O Zoti jon, na ruajti ne nga çdo e keqe që vjen si shkak i punëve dhe i fjalëve tona të kota. Ato që Zoti e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, askush nuk mundet që ta humbasë atë nga kjo rrugë e drejtë. Ndërsa ai njeri i cili ka mbetur në humbje, larg rrugës së drejtë, larg udhëzimit të Zotit, si shkak i punëve dhe i fjalëve të kota, këtë njeri askush nuk mundet që ta udhëzojë në rrugën e drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëshmojmë me dëshminë më të madhe, me dëshminë e shahadetit, me fjalën ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë që e meriton adhurimin me sinqeritet përveç Allahut të lartësuar. Dhe kjo është dëshmia më e madhe, është dëshmia më e bukur, është dëshmia e cila duhet që në zemrën tonë të jetë gjithmonë e pranishme. E falenderojmë Zotin ton, i cili me mirësinë e tij na e mundsoi që sot të jemi së bashku në këto vende të bekuar. Vendet më të mira në sipërfaqen e tokës. Xhamiat janë vendet më të mira, janë vendet në të cilat adhurohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Lumë për atë njeri i cili e njohu Zotin e tij, e besoi Zotin e tij, e pranoi Zotin e tij si të vetëm dhe pashëm. Ky njeri ka shpërblime të shumta. E Allahu subhanahu wa ta'ala kur shpërblen shumë. Kur jep shumë. Është Allahu ai i cili mjafton që për diçka të thot bëhu, dhe ajo do të bëhet. Mjafton që do të thot do të jap dhe ka për dhënë. Mjafton që do të thot do të jesh mirë dhe ke për të qenë mirë. Mjafton që Zoti të caktojë diçka dhe ajo vetëm se do të ndodhi dhe nuk ka dyshime në të gjë. Prandaj Zotin ton duhet ta duam shumë. Më shumë se babën dhe se sa nonën tonë, më shumë se fëmijën tonë, madje më shumë se sa veten tonë. Çdo gjë që ne e kemi, vallahi e kemi vetëm prej Zotit. Çdo që ndarë që ti edhe unë e ke, o vallahi e ke prej Zotit. Se ke as nga mendja jote dhe as nga fuqia jote. Se mendjen të Allah Zotit. Mendja ishte sebeb me shku tek ai fitim që ti fiton.
Fushia jote ishte sebeb me shku, se sa njerëz janë të fuqishëm dhe s'arrin dot asgjë. Sa njerëz janë të mençur dhe s'arrin dot asgjë. Prandaj themi që falënderimi ndaj Zotit, ndaj Allahut subhanahu wa taala duhet të jetë gjithmonë prezent për ne. Allahu i lartësuar në Kur'an na drejtohet me disa fjalë të cilat pejgamberi alayhis salam zakonisht i përmendte sa herë që fillonte hutbën e tij. Thot Zoti i gjithësisë: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besu, thirrje për çdo musliman. O ju që keni besu. Kush ka besu? Unë. Kush ka besu? Ti gjithëra. Pastaj thot: kijani frikën Zotit tuaj me një frikë të vërtetë dhe mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman të sinqert. Në këtë ajet kuranor, të cilin pejgamberi alayhis salam e përmendte vazhdimisht, Allahu po kërkon prej nesh sinqeritetin. O ju të cilët keni besuar, friksojuni Zotit tuaj me një sinqeritet vërtet dhe mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Shikojeni ku arrin sinqeriteti i muslimanit. Jo vetëm në dunja, po deri në çastet e fundit të dunjas tonë. Jo vetëm në rini, po deri në pleqëri. Mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë muslim. Vetëm se duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E kush thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, e kush e ka fjalën e tij të fundit në çastet e vdekjes, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ky njeri vetëm e vetëm se do të hyjë në xhenetet e Zotit. Allahu i lartësuar ka përgatitur për robërit e tij të sinqert xhenete. Vende madhështore. Vallai sot është e lehtë me hyrë në internet e me kërku një vend të bukur, me kërku një ujvar, me kërku një kopsht të madh, me kërku diçka dhe thuajse të ngop syri me atë pamje. Kjo pamje nuk është asgjë para asaj pamje të madhe që e lutim Zotin që të jemi gjithë prej atyre, para pamjes së xhenetit. Vallai, me shpirt dhe me zemër ta lutim Zotin ton që na bëj prej banorëve të xhenetit. Zoti na fal, po ne shpesh në lutjen tonë jemi shumë të cekët. Në lutjen tonë shpesh e kalojmë me shpejtësi lutjen tonë për xhenet. Vallai, sikur ta dinim ne se çfarë bukurie dhe se çfarë madhështie ka xheneti, do rrinim me orë të tëra duke ju lutur Zotit që vërtet na bëj prej banorëve të xhenetit. Në një hadith gjatë tregohet që Allah i lartësuar i pyet me lajket dhe i thot: "Çfarë po kërkonin robërit e mi?" Po do Zot, po kërkonin xhenetin. Po e kanë pa ato xhenetin? Se kanë pa. Dhe nëse kemi pa, por besojmë se Allahu na ka thonë. Është shumë e thjeshtë kjo çështje. Nëse unë besoj Allahun, besoj xhenet, besoj xhenem, besoj. Pse? Po besoj Allahun që më ka treguar. A nëse unë them besoj Allahun, por nuk e besoj siç duhet, atëherë filloj luhatën, kush ka qenë atje, kush s'ka qenë, kështu më radh. Çfarë thot Zoti? Çfarë po kërkojnë në xhenetin? Po e kanë pa ato xhenetin? Po jo, Zot, se kanë pa, po e kërkojnë. Thot po ta shihnin. Po ta shihnin tjetër më vet. Këmbgulja e tyre për me hyrë në xhenet, po ta shikonin xhenetin, këmbgulja dhe kërkesa për me shku në xhenet do të ishin më të mëdha. Pra do ishte përpjekje më e madhe për të hyrë në xhenet. Po ta shikonin xhenetin. Po ku është urtësia e kësaj? Urtësia është se me pa xhenetin, pastaj gjithë do shkoheshin për xhenet.
Me e pa Zotin, gjithë do t'i friksoheshin Zotin, të shkosh e rrugë drejt, edhe nuk do quaj më dunja, dhe nuk do quaj më sprov. Pse quhet sprov? Se i ka të dyja. Ka edhe të mirën, ka edhe të keqen. Si thonë njerëzit, pse e ka kriju Zoti të keqen? Po kishte e keqe, nuk e krijonte. Pse? Kush tha ty? Çfarë dohet ti vetëm të mira? Nëse do kishte vetëm të mira, a do kishte sprov? Nuk do kishte sprov. Se nuk quhet më sprov kur ke vetëm të mira. Me shku në Qabe, nuk është sprova aq e madhe sa që është Shqipëri. Në Çorum, Luz, Beden, kështu me radhë. Pse? Po tu ka më shumë haram se atje. Atje edhe me dash, do vushi qik me i gjetë haram. Se s'ka, janë shumë pakta në krahasim me dunjan tjetër. Pra kjo është ajo që ne e quajmë sprova e dunjas. Allahu na ka sjellë në këtë botë që të na sprovojë. Kush është për xhenet, do bëj punë të xhenet. Kush është për xhenet, do t'i lehtësohen punë të xhenet. Se ai që është përgatit për xhenem, punë të xhenetit i duhet rënda shumë. Ai që e ka rrugën për xhenem, çfarë thotë? Çoa mund të 5 mjesit fal sabahun, je në rregull ti apo? Pse? Po ty e ka rrugën keq. E ka rrugën majtas, nuk e ka nga e djathta. Se të djathtët janë ato të xhenetit i shoh. Kurse ai që e ka rrugën për xhenet, çoa në sabah, çoa me qef. Çoa me dëshirë, me mora abdes edhe mes dimrit. Kur s'ka ujë që kanë ngrit gjitha tubat, ai do ta gjejë se s'bën me fal namaz. Pra, shembulli më i thjeshtë. Xheneti dhe rruga drejt xhenetit. Dhe kundërta e kësaj xhehenemi, Allahu na ruaj, dhe rruga drejt xhehenemit. Çka thot Allahu i lartësuar atë që përmendëm? Thot, si gjetë robërit e mi, po lusni o Zot që ti t'i rush nga zjarri i xhehenemit. Thot Zoti pa e kanë pa ato, se kanë pa. Asun se kanë pa, as njoni se shef dot. Thot Zoti, po ta shihni, Zot po ta shihni, do të ngulshin akoma më shumë që ti t'i ruaj. Apo ta shoh dënimin ti edhe unë. Allah na ruaj ndaj dënimit keq, normalisht që përpjekja do të ishte akoma më e madhe. Por besimtarët kanë përbëzim të madh vallaj. O ju të cilët keni besu, friksojeni Zotin me një frikë vërtet dhe mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë muslima, besimtar sinqert. Po beshiri lelina amenu, thot Zoti, dhe përbëzoj ata që besuan. Po amila salihat, dhe bon punë të mira. Ata do t'jenë në xhenetet e Zotit. Prandaj muslimani duhet gëzohet me besimin e tij. Dhe duhet jetë krenar muslimani me besimin e tij, me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para gjithë botës. Pa u friksu dhe pa u tërpru, as nga shoku, as nga shoqja, as nga mësuesi, as nga pedagogu, as nga zëvendës drejtori, as nga drejtori, as nga ministri, as nga kryeministri, hiç. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qa do të bëjnë, as i gjos të bëjnë. Janë torturu të tjerët para nesh për këtë fjalë. Janë vra, kanë dhënë jetën. Kurse ty edhe mu s'po të kërkohet as i gjos. Ty edhe mu po të kërkohet që t'jesh në rrugën e banorëve të xhenetit. Xheneti një mirësi kaq e madhe. Një bukuri kaq e rrallë. Ku e ke pa më hoq? Se kam pa vallaj. Po më ka tregu Zoti im Kur'an. Ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij në Kur'an për bukuritë e xhenetit, për jetimet e xhenetit. Fakti më i bukur, pa hyrë akoma në xhenet. A dini cili është? Me qenë që jemi në Kurban, Bajram, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi të gjykohen gjithë njerëzit dhe pasi të peshohen gjitha veprat, Allahu thot do ta sjellë një dash në ditë gjykimit. Mirë, po ky dash
në atë ditë simbolizon vdekjen. Ky dash në atë ditë simbolizon vdekjen. Dhe e marrin këtë dash, pra e marrin vdekjen dhe e therin atë. Çka tregon që tashmë nuk ka më vdekje. Pra ajo që përjetu në dunja, ajo vdekje ishte një vdekje kalimtar. Tashmë përfundoi. Dhe ky është gëzimi më i madh i banorëve të xhennetit. Se e din që nuk ka për të pasur më për ta vdekur. Se e din që do të jenë përgjithmonë në xhenetet e Zotit. Dhe vallai, kjo është mirësi shumë e madhe. Vallai, nëse do na thuhej që do hysh në xhenet, në botën tjetër një ditë ose një javë, ne duhet të përpiqeshim shumë. Allahu po na thotë do hyni në xhenet o robërit e mi përgjithmonë. Dhe hidhrimi më i madh i banorëve të xhenemit është fakti që s'ka më vdekje, dhe që do të jenë përgjithmonë në atë vend shumë keq. Dhe do na mjaftonte ne si kërcënim që ne të marrim mësim, që ne të thrasim mendjes tonë, të thrasim shpirtit tonë, ndërgjegjes tonë, fakti që xhenemi është i përhershëm, ashtu sikurse edhe xheneti është i përhershëm. Për lumë për besimtar vallai. Allahu i lartësuar prej mëshirës tij është se xhenetin e ka bërë rrugë më të lehtë se sa xhenem. Nëse ju pyesun ju sot, sa dyrë ka xheneti? Kush e din sa dyrë ka xheneti? 8 dyrë. E nëse ju pyesun ju sot, sa dyrë ka xheneti? Sa ka xheneti? 7. E xheneti 8 dyrë. Çfarë do thotë? Ku është më thjesht në hyrje njeriu, xhenet apo në xhenet? Na del që sheva më thjesht xhenet. Pse? Ose pse janë 8 dyrë. Me qenë 8 porta dhe 7, ku e kemë vëllai më hyrë? Dhe kjo 8, po që ka 8 dyrë. Pastaj Allahu i lartësuar ka thënë, mëshira ime e të i kalon hidhrimin tim. Çfarë do thotë që Allahu don që njerëzit t'i fusi në xhenetet e tij. Allahu nuk don kurse që njerëzit të dënojnë. Allahu nuk don që njerëzit t'i dënojnë. Përkundrazi, Allahu subhanahu wa taala shpesh herë na thret dhe na thotë, nxitoni drejt xheneteve të mia. Nxitoni drejt xheneteve të mia. Çka tregon se Allahu subhanahu wa taala xhenetin e ka përgatitur për robërit e tij, për ata të cilët nxitojnë drejt faljes së Zotit, drejt Allahut subhanahu wa taala. Për gëzim për çdo musliman, se me lejen e Zotit llogaria e tij do të jetë e lehtë. Me lejen e Zotit, ai i cili ka vdekur me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, llogaria e tij do të jetë shumë e lehtë. Do ja lehtësoj Zoti llogarinë. E pasi të kalojmë në për urën e siratit, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur që banorët e xhenetit para se me hyjnë në xhenet të ndalen në një lumë, ku aty do të lahen dhe do të largohet prej tyre xhelozia. S'ka me qenë xhenet e me qenë xheloz. Pse e në unë xhenet e në filon? Jo, do të hiqet xhelozi. Do të lahet prej tyre dhe do të hiqet prej tyre zilia. Më pas zili tjetër në xhenet, këtu në dunja mund ta kesh zili dikë. Dhe është njerëzore. Nuk është e mirë, por është njerëzore. Ama në xhenet jo. Thot, do të hiqet prej tyre urrejtja. Qysh ti edhe unë me qenë në xhenet, e me pas urrejtje për vllajën tënd, mos me fol me vllajën në xhenet. Çfarë kënaqësia është kjo? Nuk do të quhej kënaqësi nëse ti dhe unë në xhenet do të kishim urrejtje për dikë. Do të hiqet prej tyre xhelozia, zilia dhe urrejtja. Në mënyrë që besimtari ta shijojë xhenetin.
në mënyrë që besimtari ta shijojë xhennetin. Në ditën e madhe, ku njerëzit do të afrohen afër xhennetit, i pari i tyre, i cili do të trokas në dyert e xhennetit, cili është? I pari i tyre është Muhamedi alayhi salatu wassalam. I pari i njerëzve që do të trokas në dyert e xhennetit është Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe do të pyetet kush jeti? A kush jeti që guxon me trokit dyert e xhennetit? I thot jam Muhamedi alayhi salatu wassalam. I thon me lajket, nuk jemi urdhëruar që t'ja hapim dikujt dyert e xhenetit vetëm se ty të parit. Nuk ka mundësi, nuk ka asnjë lloj mundësie që të futet në xhenet dikush vetëm e vetëm se para Muhamedit alayhi salatu wasallam. Ai do të jetë i pari i cili do të futet në xhenet. E pastaj do të pasojnë pas tij njerëzit me radhë. Tha Allahu i lartësuar: "Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara." Dhe njerëzit, thot Zoti, në atë ditë, njerëzit e devotshëm të Zotit do të futen në xhenetet e Zotit grup e grup. Do të hyjnë në xhenetet e Zotit robërit e sinqertë, grup e grup. Dhe tek porta e xhenetit po i presin disa krijesa që janë më të mirë se sa ne. Kush janë këto krijesë? Janë me lajket e Zotit. Dhe kanë një fjalë me lajket e Zotit që vazhdimisht ja thojnë banorëve që futen në xhenet. Kush e din atë fjalë? I thojnë selamun aleikum. Me lajket e Zotit që janë në xhenetet e Zotit, çdo banori, çdo besimtari, çdo të devotshmi që hyn në xhenet në atë ditë madhe, i thojnë selamun aleikum, paqja qoftë mbi ju. Ju e meritut dhe punut për këtë ditë. Selam, që dikush sot bezdiset me selam. Thot, më të sheni bo me të selam, su me sheni arab. E jo më s'ka lidhe me arabi. Nuk ka lidhje selami me arabi. Banorët e xhenetit, ndërmjet tyre, me lajket, i japin selam banorëve të cilët futen në të. Dhe ju thojnë, selamun aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Jeni të shpëtuar, sepse u përgatitët për këtë ditë. Për atë ditë madhe në të cilën njerëzit do të hyjnë në xhenet. A e dini, o vëllezër musliman, që në xhenet do të jenë bashkë me ne shumë njerëz të cilët ishin më të mirë se sa ne. Shumë njerëz të cilët ishin më të devotshëm se sa ne. Shumë njerëz që ishin më të përkushtuar se sa ne. Kush janë ato? Profetët e Zotit. Imagjinoje veten ti edhe unë në xhenet me Ademin alayhis salam, me njeriu e parë, me Nuhun alayhis salam, me Ismailin alayhis salam, me Ibrahimin alayhis salam, me Musain, me gjithë profetët e Zotit. Pa nuk është ky një përgëzim për gjithë secilin prej nesh? Po vallahi puna jonë nuk do të shkojë kot. Puna të cilën ne e bëjmë për të fituar xhenetin e Zotit nuk ka për shku kot. Mos i ngjon njerëzit që thonë shkoni kot në xhamia, gjironi kot fare. Ke thonë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qëndro fort. Po qëndro fort, le llafet e njerëzve, se njerëzit nuk pushojnë kurrë. Njerëzit nuk ndalen kur. Nuk ndalen as kur je mirë, as kur je keq. Nuk ndalen as kur gëzohesh, as kur hidhrohesh. Edhe ndasën të shajnë, edhe në varrim të shajnë. Po të punë ka njerëz. Po ti edhe unë shiko lidhjen me Zotit,
Ti edhe unë shiko çfarë po përfiton dhe sa je duke u përgatit për takimin me Zotin tatë. Po imagjino, ke xhenetin e Zotit. Çfarë do të bëjnë njerëzit ty në dunja? Si gjë s'bëj. Le të flasin gjithë. Kështu tha një dietar shumë i madh, të cilin e kundërshtoi i pari vendit, e kundërshtoi popullit. Ai tha, çfarë do të bëjnë mua njerëzit? Nëse më përzejnë nga këtu, tha, nga vendi im që më thonë ikse na mërzite në lodhe, tha, do shkoj me vend tjetër, atje ku do shkoj, prapë do thëras të rrugë Zotit, do bëhem sebeb që një popull tjetër ta mësoj fen. Tha, nëse më fusin burg, më mirë për mua, do veçohem me Zotin, do mësoj më shumë Kur'an, do lexoj më shumë libra, do bëj më shumë dhikr, më shumë namaz e kështu me radhë. Tha, nëse më vrasin fare, inshallah shkoj te Zoti. Prandaj ti o musliman, synimet e tua duhet të jenë shumë të larta. Nuk du me pas synim, mërzit filani se po shkojnë në xhami, po në madhe fort. Mërzit filani se po falem unë, po pëse. Mërzit filani se po unë po bëj bamirësi. Po vallai ti si musliman mundohesh me gjitha të mirën me i bo, prap njerëzit do të shajnë. Po e kanë shajt pejgamberin alayhis salam, e mos shajnë ty edhe mu. Profeti para se të bonte musliman, profet, i thonin ti je besnik, je njeriu më i mirë, je njeriu më i lartë, je njeriu perfekt, le të them. Sa u bë profet, e shajtën, e torturun, e rrafën, e përzun prej shtëpie, prej qyteti, çumi qytet tjetër. Nuk ndanin njerëzit asnjëherë, por ti edhe unë duhet keni synim xhenetin e Zotit. Vallahi ja vlen për këtë xhenet. Shifeni pak, vetëm pritja për me hyrë në xhenet është madhështore. Me lajket e Zotit thotë që ndrojnë tek dera dhe thonë selamun aleikum. Nuk thonë që kalove mirë, që ki bo. Jo, selamun e përmend Zotin Kur'an. Prandaj selami nuk duhet të jetë inferioritet ndaj nesh. Ashtu më thonë, s'po jap selam se do më talli njerëz. Jo më dha selam aleikum, ai musliman çaj. Selamu aleikum, paqja qoftë mbi ty. Paqja e Zotit qoftë mbi ty. E ti edhe unë inshallah në xhenet me profetët e Zotit. Ti edhe unë inshallah në xhenet me dëshmorët. Ti edhe unë inshallah në xhenet me njerëzit e mirë, me njerëzit të cilët ja kanë pas frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Vërtet mund të sprovoheni pak në këtë dunja, por vetëm çastet e para të xhenetit janë madhështore. Ka treguar Muhamedi alayhi salatu wassalam se një njeri i cili është sprovu shumë në dunja, është sprovu më së shumti. Dhe kanë thonë që ky njeri mund të jetë vetë Muhamedi alayhi salam, i cili u sprovu shumë. Po pak rëndësi ka kush është ky njeri. Qëllimi është që këtë njeri që ka kalu shumë sprova në dunja, do të marrë Zoti i gjithësisë. Edhe do të fusi, thot, një qast në xhenet. Para me ndo një qast vetë. Ka jetu 50, 100 vjetë, 200 vjetë, varë sa ka jetu në dunja. E fut, thot, një qast në xhenet, dhe i thot, o robim, a ke pas një herë vujtje në dunja, a ke vujt një herë, thot, nuk maj men as i vujtje. Thot, nuk mbaj mend as një vujtje. Pse? Po kaq madhështor është xheneti dhe kaq e mirë është rehatia në xhenet, sa që njeriu i haron gjitha vujtjet e kësaj dunja. Prandaj pasha Zotin e gjithësisë, ja vlen që ne të sakrifikojmë pak në këtë dunja. E ke arrit një moshë të caktuar, 50, 60, 70, 80 vjeç. Dhe nuk e qenë në rrugës Zotit. Mos i ngjon njerëzit që të thojnë u banën e ti. Po pse rrugë se e ke për veten tënde? Mos i ngjon njerëzit që të thojnë a ka hallë filoni. Po pse pse? Se Allahu të sarret vazhdimisht drejt një mirësie shumë të madhe, drejt xhenetit Zotit. Drejt kësaj mirësie e cila është e përhershme. Mirë po, përveç kësaj mirësie
çfarë ka në xhenet. Çfarë përmban xheneti i Zotit. Në disa pika të shkurtra inshallah të tregojmë disa mrekulli, disa mirësi që i përmban xheneti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Në xhenet ka pallate të mëdha. Ato që janë meraklit pallateve. Ato që janë meraklit të ndërtesave të mëdha. Ta dinë që pallatet e xhenetit janë edhe më të mira se sa pallatet e kësaj dunjaje. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, janë pallate prej florimit. Ka pas dikush mundësi dunja me bo pallat prej florimit, vështirë. Thot janë pallate prej argjendi, janë pallate prej diamanti. Kategori. Se dikush s'ka punuar shumë sa me hyrë ke ky i florimit, hyrë nga i argjendi. Dikush tjetër ka punuar që i më pak, e kështu me radhë. Janë pallate të cilat nuk shemben kur, nuk prishen kur. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka pallate të cilat janë një tudh prej ari, një tudh prej argjendi, dhe mesi i tyre është prej misku, prej parfumit më. Në xhenet. Jo këtu, jo, në xhenet. Se këtu sado që ti mundohesh me kriju atë lumturinë tate, vjen një mizë e vogël ta prishë aty. Siç erdhi aty mbreti që u lavdru në kohën e Ibrahimit alayhis salam, ishte mbreti i madh shumë, u lavdru shumë, i di që Zoti i mizë të vogël, ja futi në vesh, i ku maroj punë, që mi i tregu Zoti që si as i gjotit, se jam unë këtu, është Allahu subhanahu wa ta'ala. Por xheneti ka mirësit shumë. Xheneti ka bukurit përrallore. Dhe ne e thamë, ti mund të kërkosh sot në internet një pamje të bukur. Nuk e krahason dot me xhenetin, sepse vetëm rehatia shpirtërore që ti e ke në xhenet është lumturinë vet. Po je i qetë, dhe thamë, hej Zoti urrejtje, zilin, smirën, inotin, ti fshin Zoti të gjitha, rehat. A i shef fëmijët e vegjël. Sa rehat që janë. Ne themi ne kanë dës. Pse? Po sepse nuk kanë ato as urrejtje, as mirë, as gjose, kjo ta prish lumturinë. Urrejtja, smira, inati, zilia ta prish lumturinë. Xhenet s'ka. Pallate prej florimit, prej argjendit. Pastaj në xhenet ka lumej prej qumshti. Qumsht i bardhë si kristal. Kur shpi një herë aty, nuk e merr më etja asnjëherë. Kur shpi një herë vetëm, nuk ka për pas etje asnjëherë. Pastaj ka përmend Zoti i Gjithësisë Kur'an dhe ka thënë, në xhenet ka lumej prej mjalti. Jo mjalt me sheqer. Mjalt i kullumën. Mjalt që vetëm Zoti e din se sa i mirë që është. Përveç kësaj, Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar dhe ka thënë, prej mirësive të xhenetit janë dhe pemët e xhenetit, zbukurimet e tyre. Dhe është përmendur nga pejgamberi alayhis salam se një pemë e vetme në xhenet është thot ai që madhe hija e saj, a vetëm hija, jo pemë, po hija që bën pemë. Është ai që madhe thot saj që një njeriu i duhet të eci 70 vite me kal që ta mbaroj hijen e saj. 70 vjet. Të eci njeriu me kalin e tij që ta mbaroj hijen e xhenetit. Këto janë bukuri madhështore vallaj. Janë bukuri për të cilat njeriu duhet të punojë. Njeriu duhet të përgatitet dhe njeriu duhet të përpiqet sadopak
që xheneti i Zotit të jetë për të. Po, prej mirësive të xhenetit është ajo të cilën na e ka treguar pejgamberi alayhis salam, ku thotë se si mikpritje për me hyrë në xhenet që ta bëjnë ty edhe mua nëse Zoti na e mundson, është një lloj ushqimi që i jepet banorëve të xhenetit. E ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ka thënë se ushqimi i parë që do t'i jepet banorëve të xhenetit, cili është? Kush e di? Çfarë ushqimi do të hajnë si mikpritje banorët e xhenetit? Thot pejgamberi alayhis salam, mëlçia e balenës. Mundesh me pyet sot sa kushton një pjesë e tillë dhe sa e vështirë është me e gjetë një pjesë të tillë. Ndërkohë në xhenet Allahu i lartësuar si mikpritje, si me thonë mirë se erdhë, bujrët, mëlçia e balenës. Vallai xheneti është i mrekullueshëm. Vallai unë e di që jam i mangut unë personalisht për me ta shpjegu ty bukurinë e xhenetit. Po jam i mangut edhe unë personalisht për me kuptu vetë se mendja njerëzore ai shkon. Mendja njerëzore nuk shkon për te asaj që neve na e ka mundësu Allahu për me e konceptu. Gjithë këto mirësi që na i përmend, pallatet mëdha, mjalë, qumësh, mirësit shumëta, mikpritje nga me lajket e Zotit, tashmë aja vlen që ne ta humbasim xhenetin për pat dunja. Dikush në këtë dunja mundet të ankohet. Pse Zoti s'm kallon shumë? Pse Zoti s'm kallon shumë pasuri? Përgjigja jonë për të tillë njerëz është ndoshta pasuria që ti po e kërkon mund t'jetë sebeb që ta humbësh xhenetin e Zotit. Sa njerëz ka qenë varfër, e në momentin që janë pasuru, Zotin e kanë harruar. Është bo sebeb pasuria, fama, pushteti i tij që ta harroj Zotin. Po nëse e ka harru Zotin, e ka harru edhe xhenetin. Po çka të vleu ty edhe mu pasuria e dunjas për 50 vite, për 100 vite, ndërkohë që i përhershëm është dënimi i Zotit nëse ti s'ke qenë në rrugën e drejtë. Çka duhet ajo pasuri? Çka duhen ato zerot ke llogaria bankës nëse ti e ke harru Zotin ta? E kujtojnë Zotin 2 herë për Bajram, ja. Nuk kujtohet Zotit 2 herë për Bajram. Allah kujtohet çdo çast, çdo moment, çdo ditë. Ka urdhra, ka synime, ka piketime që 1, 2, 3, 4, 5, 6 do t'i boshti që me fitu xhenet. Tash sta jep kush pallatin për Florini kot. Në dunja s'tjep askush asgjë kot. S'tjep dikush mrekullitë e xhenetit kaq kot, kaq kollaj. Se jam musliman, se baba, nonëve që musliman, jo. Duhet pak synim. Duhet një lloj drejtimi i duhur që e kallon Zoti. Ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo Zot në rrugën e drejtë. Çu thot sura Fatiha që ne kënojmë çdo namaz. Aja vlen o vëllezër që për kaq bukuritë mëdha që ka xheneti, ne ta humbim atë për shkak të dunjas tonë. Vallai gjithë secili prej nesh duhet ta shikoj vetveten e tij. Duhet ta shikoj se ku është me rregullat e tij, ku është me Zotin e tij, ku është në rrugën e xhenetit. A jam unë edhe ti në rrugën e xhenetit apo jo? Pyet dhe interesohu, kjo punë që unë jam duke e vepru, a më çon në xhenet apo jo? Nëse jo, ke kohë akoma, për sa kohë që je gjallë, ke kohë me këtë rrugë.
Pejgamberi alayhis salam ka thënë, pendimi i njeriut nuk pranohet vetëm se në çastin kur ai vdes. Aty s'ka më bëse. Po për sa kohë që ti dhe unë jemi gjallë, kemi mundësi inshallah që të jemi prej atyre të cilët pendohemi dhe kthehemi tek Zoti i gjithësisë. Le të përmendim inshallah së bashku atë çka na e ka treguar Muhamedi alayhis salam, ku na ka mësuar profeti i Zotit për njeriu në fundit që do hyjë në xhenet. Njeriu i fundit që hyn në xhenet, pra ai që ka bërë më pak punë se gjithë tjerë prej muslimanëve po flas. Do të ketë prej muslimanëve të cilët për shkak të neglizhencës tyre në këtë dunja do të futen në zjarrin e xhehenemit. Edhe musliman. Mirë po pas një kohë që Allah e din sa e gjatë mund të jetë ajo kohë, Allah vendos që t'i nxjerrë nga zjarri për shkak të besimit që e kanë pas në Allahun e lartësuar. Pa qëndron një kohë në zjarr, pastaj dalë. I fundi që do dalë me zjarri i xhenemit është ky që ne do ta përmendim. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, njeriu i fundit i cili del nga zjarri i xhehenemit është një njeri i cili musliman herë ecën thot drejt xhenetit, herë rrëzohet në xhenet. Herë ecën rrëzohet, del prap. Ecën sërish në urën e siratit, bim prap. Pse e bë këtë gjë? Se punët e tij kanë qenë kështu. Laramon e them. Ka bë punë të mira, ka bë të këqija shumë, ka bë punë të mira, prap ka bë të këqija. Siç jemi ne të gjithë. Kështu jemi të gjithë. Bëjmë punë të mira, bëjmë të këqija. Se nuk jemi perfekt. Allahu subhanahu wa ta'ala përfundimisht e nxjerr këtë njeri nga xhehenemi dhe nder xhenetit. Çka thot ky njeri? Thot, i madhuruar qoftë Allahu që më shpëtoi nga xhehenemi. Allahu thot, mua më ka dhuruar mirësi të shumta që s'ja ka dhënë askujt. Ndërkohë që ky është i fundit fare. Tjerët kanë vite që kanë hyrë në xhenet, ky akoma, ky mendon që është i pari. Pse? Bukuria e xhenetit. Mirësia e shpëtimit nga zjarri i xhenemit. Pastaj thot, ndërkohë që po qëndronte, e shikon një pemë. Ku mahnitet nga kjo pemë, nga bukuria e saj. Dhe thot, o Zot, ma mundëso, o Zot, që të shkoj dhe të hyj në hijen e asaj peme në xhenet. I thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o njeri, pas kësaj kërkese, a do kërkosh diçka tjetër, se mos thush pastaj du diçka tjetër. I thot, jo Zot, vetëm ma mundëso që të afrohem pranë kësaj pemë. Në rregull. Allah subhanahu wa ta'ala ja mundëson që të afrohet pranë asaj pemë. Ndërkohë, duke qëndruar në atë pemë, e shikon pak më larg një pemë tjetër akoma më të madhe se sa pema në të cilën ishte. Dhe i drejtohet Zotit duke i thënë, o Zot, ma mundëso që të afrohen të pema tjetër, e cila është më e madhe, më e bukur, më e këndshme. I thot Allah subhanahu wa ta'ala, o njeri, a nuk më theti mu që nuk do të kërkoj më diçka tjetër? I thot, po, Zot, po, të lutem shumë, mundëso që të shkoj edhe tek ajo pemë se s'do të kërkoj më asgjë tjetër. Atëherë Allah subhanahu wa ta'ala ja mundëson edhe një herë që të shkoj tek pema tjetër, e cila ishte më e madhe dhe më e bukur. Por duke qëndruar në atë pemë, njeriu asnjëherë nuk ngopet. Duke qëndruar në atë pemë, e shikon një pemë tjetër akoma më të bukur se sa ajo. Akoma më të madhe. Dhe i drejtohet Zotit i gjithësisë duke i thënë, o Zot,
ma mundëso o Zot që shko dhe tek ajo pema tjetër, që është më e bukur, më e madhe, më e këndshme. I thotë Allahu i lartësuar, o njeri, pa nuk më thej ti mu që nuk do të kërkoj më asnjë gjë tjetër? I thotë po Zot, po të lutem shumë, ma mundëso që të arri edhe në atë vend. Atëherë Allahu subhanahu wa taala i drejtohet këtij njeriu duke i thënë, shko tek ajo pemë. Dhe unë ty do të bëj të kënaqur, duke ta dhënë atë pemë, por madje duke të dhënë edhe 10 herë sa dunjaja jote. Banori më i pakët që merr shpërblime në xhenet, sa 10 herë këtë dunja. Sa 10 herë mirësi e kësaj dunja. Çka të vlejti ty edhe mu, që u dhe mas dunjas dhe harove Zotin të. Në xhenet, banori më i pakët që fiton më shumë mirësi, sa 10 dunjaj. Sa 10 dunjaj. Lumë për atë njeri i cili përgatitet dhe bëhet gati që të takoj me Zotin e tij. Dhe inshallah të jetë prej atyre të cilët janë në xhenetet e Zotit të gjithësisë. Ne lutim Zotin tonë që të na bëjë ne prej atyre të cilët përgatiten për xhenet. Ibn Omeri, një shok i pejgamberit alayhis salam, na thot një fjalë me të cilën do ta përmbyllim inshallah, një fjalë e cila duhet të jetë këshill për gjithë secilin prej nesh. Thot, kur të bish me flet, thot, mos e prit mjesin. Kur të shkosh në shtratin tënd që të flesh gjumë, mos e prit mëngjesin. Askush prej nesh nuk e ka të sigurt. Çka tregon o njeri që përgatitu dhe mos thuaj që nesër do të bëj mirë. Çka themi ne shqiptarët? Punën e sotme mos e le për nesër. Pse? Se mund të humbi berëqeti nesër. Po edhe veprën e mirë, edhe punën e mirë mos e lej për nesër. Mos e lej për nesër, se vallai ne po shohim plot njerëz të cilët po shkojnë për të fjetë, një po zgjohen më mëngjes. Dhe ai e mbyll aty librin e tij. Dhe ai e mbyll aty kapitullin e tij. Nëse ka bë punë për xhenet, në xhenet do të shkojë. E nëse ka bë punë për xhenem, atje do të shkojë. Kur të shkosh për të fletë, thotë, mos e prit më mëngjesin. Prandaj përgatitu o musliman. Përgatitu për takimin me Zotin tënd. Pastaj tha, kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmje. A je zgju sot ti edhe unë? Alhamdulillah. Je zgju i sigurt në familjen tate. Ke pas strehën tënd, i ke pas fëmijët e tu mirë, ke pas mirësit shumëta, shfrytëzoj ato. Mos e prit mbrëmjen, thot, se askush prej nesh nuk e din, e arrin mbrëmjen apo jo. Kur të arrit, kur të zgjohesh mëngjes, thot, mos e prit mbrëmjen. Andaj ta llogarisim veten ti edhe unë, të garojmë ti edhe unë. A jeni gati me taku Zotin? Vallai unë s'jam gati, se e di që kam shumë mëmësi, e di që kam shumë gjuna, e di që kam shumë të meta. Prandaj sot duhet më përgatit, unë për veten tim, ashtu sikur se duhet më përgatit gjithë secili prej nesh, që nëse Allahu ka caktuar që sot tjetë dita jonë e fundit, atëherë ne të përmirësohen. Po kështu edhe nesër, edhe pas nesër, edhe javën tjetër, çdo ditë njeriu. Nëse shkon me flenë, thot, mos e prit mëngjes. E nëse të dhihesh mëngjes, mos e prit mbrëmje. Se nuk e dim as unë edhe as ti nëse do të arrijmë atë apo jo. Pastaj tha, shfrytëzoje jetën tënde para se të vdekësh. Shfrytëzoje jetën në përgjithësi për punën e mirë, që të fitosh sa më shumë sevape tek Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin ton që të na fali dhe të na mëshirojë të gjithë. Elusim Zotin ton që të na fali ne prindërit tanë, të afërmit tanë,
gjithë besimtarë dhe besimtarët të dëshën. E lutim Zotin tonë që të na japi mirësi në këtë botë dhe të na japi xhenetin në botën tjetër. E lutim Zotin tonë që vendin tonë ta ruajnë nga kurthet e njerëzve të cilët nuk e duan atë dhe duan ta shkatrojnë atë. E lutim Zotin tonë që ti përmirësoj zemrat tonë, ti përmirësoj jetën tonë, ti përmirësoj Zoti jonë raportet tona me njëri tjetrin. Bajrami nuk është festë individuale. Ka mund dhe familja ime dhe këtu mjafton. Bajrami është një festë të cilën ne duhet ta festojmë gjithë së bashku. Ku thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka besu dikush për ju siç duhet, ndërkohë që ai han dhe ngopet, ndërsa komshiu i tij s'ka çfarë me hangër. Ne lutim Zotin tonë që të na japi mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu i lartësuar na bëj gjithë prej banorëve të xhenetit dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit.